një energji të jashtëzakonshme, pozitive të njerëzve që të bëhen pjesë e procesit dhe të tregojnë mesazhin e qartë që janë shumë të pakënaqur në radhë të parë me qeverisjen në vend, por edhe me një lloj sulmi me një gjuhë jo të duhur ndaj Drenicës që është duke vazhduar kohëve të fundit, që janë duke u sulmuar njerëzit e Drenicës, janë duke u sulmuar vlerat kombëtare dhe shumë aspekte që pastaj e bën që njerëzit të mobilizohen fuqishëm drejt programet e Partisë Demokratike të Kosovës që t'i kundërvihen kësaj qasje të gabuar, që është duke ndodhur nga qeverisja e tanishme. Ka fakte shumë histori